Shiko, ai Prizreni për shembull, ai është musliman, po është sheh. Po ai ashtu e don me prediku fen e vet simas atë trashëgimin e vet, don me nda simas kanunit. S'ka problem, ama mos ma ndalo mu me thon diçka çka është simas Se çaj shehi don me bo sipas kanunit, atëherë ai mos fol në emër të Islamit. Do të më fol në emër e tij personal. Ju me thonë Islami, si Islami nuk thet ashtu çfarë thot, nëse ka thonë shehi ashtu. Po bravo. Ata do të me thonë Sheh Hasoni ose ai Hyseni cili është, unë po tham çështu, ama një Islami, si Islami nuk thet kështu. Nëse jemi që i besojmë Koranit, nëse jemi që i besojmë ajetët e Koranit. Ama ju me fol në emër të Islam, muslimanëve, ose të Islamit. Sa e mençme e breti tamam juriste kështu, direkte, objektive, tak. Po çështë të është vërteta. Ç'to thot ligjët. Po ligjet i ke studiu, unë pakës po jam ma e dopt ka këto ligjet e Evropës, edhe po bin kontradita, po prap i njoh, nuk jam kërrej që si njoh. Aty veç kur... Nëse thot unë vendosi me kanunin e Dugaxhinit, ata në ta hiq që lojnë mos t'i thot vjetit sheh. Se ai s'është musliman. Ai nëse e mohon Koranin atëherë, nëse ka atë Koranin e vet personal, atë në ta zbaton. A që se është musliman, atër du të me zbatu Koranin. Me meta pa po drejken që po bëj speca në po të lidhë. Po dhe që i këballë, merë dhe të një poshem se kena full ballë. Inshallah lojnë a i full ballë. Zdashta py me ta lartë, se po zatën dashta me... Edhe një edhe për përfundojmë, ta nuk kanë drejt rëpsisht me leq ty me të ofendu, si do mës publikisht. Mundet ki drejt kështu në gjyqë me qitë, edhe me dënu se ky nuk ka drejt me botë fymje publike ty. Mundet mësë më pajtu me në mendimet e veta, nëse ka argumente, mundet me argumentu me atë mendimin tënë, ose me kundërshtu me argumente me të fyju, nuk ka drejt. Se dhe ti i ki drejtat, i këzën drejtat e tua, si shqiptare, si kosovare, si femën, si muslimani, si gjitha. Mirë ditë, përshëndetje.